Jo çdo urim prek zemrën, por kur vjen nga nëna, bëhet i paharrueshëm. Kështu vendosi ta uroj Shyret e Behluli vajzën e saj Angjelushën, me fjalë që po emocionojnë gjithë rrjetin. Ditëlindja e Angjelushës këtë vit nuk ishte thjesht një fest, ishte një moment i mbushur me ndjenjë, ku dashuria familjare mori gjithë vëmendjen. Mes shumë urimeve nga fansat dhe miqt, ishte pikërisht mesazhi i nënës së saj, Shyret e Behlulit, ai që preku më shumë zemrat. Një urim i sinqert, pas bukurime të tepërta, por me peshë të madhe emocionale. E shoqëruar me një fotografi familjare plot ngrohtësi dhe buzëqeshje, Shyretja shkroi: Gëzuar ditëlindjen zemër, të urojmë të gjitha të mirat e duam pa fund. Një fjali e thjesht, por që thot gjithçka. Një mesazh që reflekton dashurinë e pakushtëzuar të një nëne dhe lidhjen e fortë që ajo ka me vajzën e saj. Në imazh, Angjelusha shfaqet e lumtur dhe rrezatuese pranë prindërve, duke dhënë një mesazh të qartë: pavarësisht suksesit dhe vëmendjes publike, familja mbetet gjithmonë në qendër. Ajo që e bën këtë moment edhe më të veçantë është naturaliteti. Pas skenat të sajuara, pa egzagerim, vetëm një moment i vërtet që publiku e ndjen menjëherë dhe e përqafon. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta, komente plot dashuri, zemra dhe urime, me shumë ndjekës që e cilësojnë këtë si një nga urimet më të ndjera që kanë parë kohët e fundit. Sepse në fund të fundit, fjalët e një nëne kanë një peshë që askush tjetër nuk mund ta zëvendësojë. Dhe këtë herë, mesazhi ishte më i fortë se kurrë. Ky nuk ishte thjesht një urim ditëlindjeje, ishte një deklaratë dashurie që mbetet gjatë në zemër.